Shkolla e mesme e bashkuar Sotir Çapo në Zharës, pranë rrugës gjithmonë ka patur si problem nxënësit e rrezikuar nga makinat. Kalimi i aksit nacional Fier Berat mbetet një sfidë e rrezikshme edhe për vetë prindërit që shoqërojnë nxënësit e shkollës, kryesisht ata të sistemit parashkollor dhe ciklit të ulët të sistemit 9-vjeçar të fshatit Zharës, kur i sjellin dhe i marrin nga shkolla. Fluksi i lartë i mjeteve dhe veçanërisht numri i lartë i atyre të tonazhit të rënd që kalojnë si dhe shpejtësia relativisht e lartë, është një shqetësim i vazhdueshëm për prindrit, njëkohësisht një rrezik i shtuar edhe po të ecësh në anë të rrugës. Prezenca e policisë bashkiake në bashkëpunim me ata të sektorit të qarkullimit rrugor të policisë së shtetit në mëngjes, kur shkojnë në shkollë dhe në oraret kur dalin nga shkolla, është konsideruar si një zgjidhje e kësaj situate për të mundësuar kalimin pa rrezik të fëmijëve drejt shkollës dhe anasjelltas. Kështu është shprehur për televizionin Apollon, punonjësi i policisë bashkiake në Patos për televizionin ton. Sipas tij, në këtë segment rrugor kombëtar, ku nuk kanë munguar as aksidentet me nxënës të shkollës nga automjetet, sapo ato kanë tentuar të kalojnë rrugën, tani ky problem është zgjidhur. Kjo është e përditshme, që kur ka filluar dita e parë e shkollës, ne në përfundim jemi këtu për ditë, në mëngjes dhe në direkt, si zakonisht, i nxjerrim nxënësit, i fusim në luzat e bardha. Sipas prindërve, rruga Fier Berat, e cila çdo ditë rrezikonte jetën e fëmijëve kur hynin dhe dilnin nga shkolla në Zharës, sot nuk është më shqetësuese. Sipas të njëjtit burim, nxënësit e shkollës Sotir Çapo nuk janë të kërcënuar nga lëvizja e automjeteve ku krahas vendosjes së tabelave dhe pengesave të ndërtuara në rrugë për uljen e shpejtësisë në të gjithë gjatësinë e këtij segmenti rrugor, prezenca e 2 punonjësve të policisë, asaj bashkiake dhe të qarkullimit rrugor, pranë kësaj rruge ofrojnë siguri dhe një kujdes nga makinat. Prindrit e nxënësve e shikojnë si zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë ndërtimin e një mbikalimi në vendin ku duhet të kalojnë nxënësit, të cilët sipas tyre me një investim simbolik do të evitonte rreziqet nga automjetet që shpesh kalojnë me shpejtësi mbi normat e lejuara në rrugën Fier Berat dhe anasjelltas në zonën pranë shkollës së Zharës. Gjithashtu, për ata, ky mbikalim nuk do të shërbente vetëm për nxënësit, pasi siguria në këtë rrugë do të rritej edhe për të gjithë banorët që jetojnë përgjatë këtij aksi rrugor, ku nuk kanë munguar aksidentet si shkak i shpejtësisë së tej normave të lejuara. Jemi shumë të kënaqur nga policia bashkiake. Për fëmijët që kemi këtu në shkollë, që na i shoqërojnë dhe kur futen në mësim dhe kur dalin nga mësimi. Është një masë e mirë për të garantuar jetën e fëmijëve.